Në fakt, sot është dita e tretë, bëjmë 72 orë për para kryeministrisë dhe do vazhdojmë gjatë, besoj, derisa të realizojmë atë që aspirojmë që lidhet me dorëheqjen e këtij zotërisë. Jemi këtu e para njerë kemi dalë për t'i dalë në krah drejtësisë. Prej disa javësh, kur ministrja dhe zëvendës kryeministrja Belinda Bauku është marrë pa ndehur dhe është pezuar nga detyra, kryeministri i vendit ka filluar të ushtrojë presion mbi drejtësinë dhe kryesisht mbi gjykatën kushtetuese, duke nxjerrë lloje soje pretekstesh pse kjo gjykatë duhet të vendosë në favor të qeverisë së tij dhe të mos e pezuojë zonjën Bauku, duke arsyetuar që pezuimi i saj bllokon vendimet, firmat, bllokon shkarkimin e drejtorëve të korruptuar që janë hetim nga SPAKU e me radhë, ku në fakt kryeministri mund ta shkarkojë zonjën Bauku dhe mund të emërojë një ministër tjetër apo një zëvendës kryeministër tjetër. Kështu që jemi këtu së pari për t'i dalë në krah drejtësisë që të mos presionohet nga kryeministri i vendit. Së dyti, ne besojmë fort që Edi Rama nuk e ka më legitimitetin moral për të drejtuar Republikën e Shqipërisë. Është e pamundur që në një republikë normale të kapet qeveria gafil një herë një ministër me vjedhje, 2 herë, 3 ministra, 4 ministra, 5 ministra, një zëvendës kryeministra ratiset nga vendi, zëvendës kryeministra e dytë merret e pandehur dhe pezuohet nga detyra dhe qeveria në vend që të ul numrat apo të bjerë nga pushteti, si në çdo vend normal, në Shqipëri shkon nga 73 mandate në 83 mandate. Shkon në zgjedhjet parakohshme dhe fiton me 75%, 80%, a thua se këtu jetojmë në Korenë e Veriut. Për këtë arsye, është e nevojshme që të krijohet në Shqipëri një qeveri tranzitore e përbërë nga intelektualet më të mirë që kemi brenda dhe jashtë vendit, me një mandat 12 mujor dhe një paket reformash për ligjin zgjedhor dhe përgatitjen për herë të parë të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme ku partitë politike të garojnë dhe ai që fiton pastaj të udhëheq vendin dhe vendi të fillojë dhe të shtensionohet dhe të ecin përpara. Kjo është arsye. Atëherë ka presion qeveria nga një protestë si juve, si mendoni? Patjetër, qeveria ka shumë presion nga një protestë jona, sepse protesta jonë është një protestë e njerëzve të lirë, është një protestë që ka në themel vullnetin e individit, është një protestë që nuk thirret për qoka partijake, po është një protestë e njerëzve që rezistojnë, që ndrojnë në shesh, sakrifikojnë në të ftohtë, mobilizojnë njerëz dhe shtojnë dita ditës dhe është një protestë që mund të marrë mbështetje masive në vazhdim dhe ki një gjë parasysh. Çdo qeveri ka frikë nga njerëzit e lirë, nga njerëzit cilët nuk i kontrollojnë. Është problem i madh për një qeveri që një grup njerëzish të lirë të vendosin të mos rreshtohen. Kështu që pa diskutim, këtu ne kemi krijuar një vatër reagimi kundër pushtetit e Edi Ramës që ndoshta nëse qytetarët e gjykojnë mund të kthehet në një dallgë të madhe që mund ta përmbys pushtetin e tij. Keni një mesazh për qytetarët? Mesazhi është shumë i thjeshtë për çdo qytetar që nuk e gjen veten në Republikën tonë, që mendon që ky vend nuk bëhet, që mendon që të iki nga ky vend, që mendon që i kanë bërë padrejtësi te vendi punës që konkurroi por nuk ja dhanë se hyri një mik i partisë apo i deputetit, që mendon që i kanë shkatruar apo vjedhur padrejtësisht pronën. Për ata banorët që i shkatruan shtëpitë në theth duke u hedhur dëm mundin e jetës. Për këta banorët e Tiranës që kishin marrë leje në bazën e 1/6 dhe kishin ndërtuar ato lokalet dhe që këta u aprishin vetëm për pompozitetin e propagandës së tyre. Për ata banorët e fshatit Kurdari, fshatit Fan apo fshatrave të ndryshëm të Shqipërisë që u vidhet ujë, po u merren lumenj pa i pyetur dhe pa u konsultuar me ta dhe po u jepet një pakicë njerëzish që po pasurohen në kurricë të tyre. Për çdo që i gjendet në padrejtësi në këtë vend, që nuk gjen të drejtën e tij dhe që mendon që është i pafuqishëm, duhet të dalë si individ për veten e vet dhe këtu në shesh gradualisht të mlidhen njerëz të ndryshëm, që nuk e njohin njëri tjetrin, por që i bashkon një emërues i përbashkët, përballja me këtë qeverisjen e Edi Ramës.